E martë, Demi. Një udhëtim i shkurtër mund të sjellë një interesante ose një lajm që e prisni prekësh. Mos nxitoni në rrugë. Demi. Planet e udhëtimit mund të ndryshojnë në momentin e fundit, por rezultati do të jetë më i mirë se sa e kishit menduar. Kujdes me shpenzimet. Pinjakët, yjet favorizojnë lëvizjet, ekskursionet dhe aventura spontane. Një takim gjatë rrugës mund të ketë rëndësi të veçantë. Gaforja. Nëse po mendoni një udhëtim, dita është ideale për rezervime dhe organizime. Dikush i larg jush mund t'ju kontaktoj. Luani. Një rrugëtim i papritur mund të hapë dyer të reja profesionale. Mos refuzoni një ftesë për të dalur nga rutina. Byqëresha, një destinacion që e keni menduar prej kohësh mund të rikthehet në planet tuaja. Kujdes me dokumentet dhe detajet. Peshorja, një udhëtim me miq ose me familjar sjell energji pozitive. Mund të merrni një ftesë interesante nga dikush që jeton larg. Akrepi, rruga fshes surpriza. Një person që e takoni rastësisht mund të ketë ndikim në muajt e ardhshëm. Shigjetari, shenja e udhëtarëve është ndër më të favorizuarit sot. Një aventurë ose udhëtim pune mund të rezultojë shumë fitimprurës. Britsjapi, mos u shtyni planet e lëvizjes. Një vendim i marrë sot mund t'ju kursej kohë dhe para në javët që vijnë. Ujori, një udhëtim pranë ujit ose natyrës do t'ju rikthejë energjinë. Dita favorizon eksplorim dhe njohje të reja. Peshqit, një lajm i mirë nga jashtë qytetit ose jashtë shtetit mund t'ju gëzojë. Mundësi të mira për ato që mendojnë për pushime.